Julian Shpataraku është denoncuar prej kohësh nga Partia Demokratike. Ilir Proda është denoncuar prej kohësh nga Partia Demokratike, vetëm unë nuk di sa deklarata mund të kenë bërë për Shpatarakun, për Prodon, për Gysagasin. Bëhet e hapur sepse kanë rënë institucionet e shtetit. Ne nuk kemi më qeveri, siç thash, kemi një kartel. S'ka më institucione shteti që të dalin përballë. SPAK është në besimin tim, fatkeqësisht, do të shpresoja shumë të ishte ndryshe, fatkeqësisht është në një presion dhe në pushtetin e Edi Ramës. Sepse nuk ka asnjë arsye pse sot për shembull Ilir Proda të jetë i lirë. Ilir Proda është një nga ata njerëz i cili është emëruar nga Gysagasi. Dhe kjo u faktua që krau i djathtë i Ilir Prodës, Julian Shpataraku, ishte krah me Gysagasin duke udhëtuar me njëri tjetrin në momentin e arrestimit. Julian Shpataraku është po i njëjti njeri që është përfshirë dhe ka mbrojtur bandën e Suel Çelës në Elbasan. Dhe për këtë ka pasur dhe një hetim i cili u mbyll për Julian Shpatarakun. Pra, dhe ku e nisën udhtimin Gysagasi me Shpatarakun? Përsëri në Elbasan. Pra, domethënë, këto janë çështje që ne kemi denoncuar dhe nuk janë çështje që nuk i di prokuroria dhe SPAK-u. SPAK-u i di të gjitha këto. SPAK-u di dhe më shumë se sa dim ne. Çështja është që SPAK-u nuk vepron. SPAK-u nuk po vepron për Belinda Ballukun që vetë dosjen që ka sjellur aty thotë që ajo po kërcënohen nga të fortët dëshmitarët e aferës së Belinda Ballukut. Dhe ata nuk sjellin letër për arrestimin e saj, ndërkohë që Ilir Metën e mbajnë në burg sepse thonë që mund të ndërhyjnë hetime. Po Belinda Balluku nuk mund të ndërhyjnë hetime? Pse nuk e sjellin kërkesën për heqjen e imunitetit prap? Po i japin kohë asaj që ajo të zgjidhë problemet e veta, siç në fakt i dhan kohë edhe Gysagasit. Se dhe Gysagasi mund të ishte arrestuar më herët. Gysagasi këtu ishte. Kur e merrnin vesh ne që e denonconim që ai ishte në Elbasan apo ishte në Durrës. Po, shumë njerëz thoshin që është këtu, po. Pse nuk e merrnte vesh SPAK? SPAK i ka marrë vesh të gjitha, thjesht SPAK nuk ka dashur të veprojë. Si në shumë të tjera, mendoj unë, në aksionet të tjera, detyrimi i operacioneve vjen nga forcat aleate, më shumë se sa nga çështjet e brendshme të Shqipërisë. Po të shikoni të gjitha goditjet e mëdha të krimit organizuara fillojnë me SKCC. Kanë qenë gjithmonë aleatë dhe nuk mund të mohohet që edhe për çështjen e Akshit aleatët kanë qenë goxha të interesuar, në veçanti Gjermania. Në këtë aspekt mendoj që është presioni i tyre që ka detyruar dhe fakti që Gysagasit me ardhjen e Belinda Ballukut në Ministrinë e Brendshme me llambadaret e vet dhe drejtorët e ri të policisë që ka vendosur aty, ka arritur që ta kapi atë pjesë duke goditur dhe fuqinë e Gysagasit. Pra, largimi i Prodës që erdhi fal protestave të opozitës, goditjet sistematike, të gjitha këto e kanë goditur Agasin dhe e kanë dobësuar, por problemi është që këta kërkojnë vetëm të ndrojnë Agasin me Ortion Bistrin. Po, nuk do ndryshoj asgjë në këtë strukturë. Po, në sistemin këto, unë i thash edhe drejtuesit të SPAK, Lodian Brahos, që në të gjitha ato që keni bërë jo shoqëri me arrestime, që keni bërë në lidhje me pastrimin e parave të drogës, pastrimi i parave të drogës dhe kullat për cilët ju flisni, që është arrestuar Filani dhe Fisteku, ju këta individ kanë ikur dhe kanë ardhur individ të tjerë dhe kulla vazhdon të ndërtohet. Pa ti sistemi nuk e ke goditur, ti e vetmja gjë që ke bërë ke ndryshuar një kartel me një kartel tjetër. Nëse të pagonte karteli X dje, sot pagon karteli Y. Po kjo nuk e bën fajde as Shqipërisë, as sigurisë jetës dhe as ekonomisë vendit. Ne si parti kemi një program konkret në lidhje me aksionin ton kundër krimit organizuar. Kemi disa masa dhe duke u referuar këtu dhe aleatëve tonë, në veçanti do të punojmë nesër në qeveri me ligjin antimafia, i cili do t'i hapi rrugë konfiskimeve të parave të krimit organizuar që janë shumë të majme dhe nuk janë ato që përfliten për 10 milion euro apo 20 milion euro. Ju keni një njeri që nuk është kryetari i tyre që vetëm orën e ka 365.000 euro. Pra ka një apartament në Kyç. Dhe imagjinoni se ç'bëhet me individët e tjerë, imagjinoni se ç'bëhet me kartelet, ç'bëhet me Suelçel, të gjithë to para pasuri të majme, ato me ligjin antimafia mund të konfiskohen dhe mund të kthehen tek qytetarët duke ndihmuar brezin e ri që të blej apartamentin e vet, mund të ndihmosh brezin e ri për ekonominë e vet, për fëmijët e tyre, mund të ndihmosh efektiv policisë familjes së tyre të rënë në detyrë
familjet efektive të rënë në detyrë. Unë kam përgatitur një projekt ligj për këtë çështje dhe do ta risjell pasi e hodhën poshtë herën e parë Partia Socialiste. Pra, janë një seri gjëra që mund t'i shërbenin qytetarëve nëpërmjet konfiskimit të këtyre pasurive. Po jo të bëjmë lojra që shkuam te Ecos Resort dhe nuk gjetëm makinën e Ergyes Agasit dhe ku ishte makina në garazh. Pas garazhi nuk hapën këta atje, pra është qesharake e gjithë gjëja. Kjo fakton, domethënë gjithë kjo fakton që ne jetojmë në një narkoshtet, nuk mund të mendohet më për zgjedhje. Shpresoj që dhe aleatët tonë ndërkombëtar të kuptojnë se në çfarë situate të vështirë janë qytetarët shqiptarë. E vërtet kjo te qytetarët shqiptarë është, kjo është një ekonomi që ose do mbaj njerëzit e këtij vendi ose do mbaj grupet kriminale, nuk i mban dot të dyja palët, kështu që është o njëri o tjetri në këtë vend. Zoti Balliu, unë ju